E njëjta pyetje edhe për ju, zoti Hoxha, duke filluar nga fundi, në fakt, që do të diskutojmë edhe më vonë në mënyrë të veçantë denoncimin tuaj të dieshëm në SPAK, sidoqoftë përdorimi i administratës, burimet të llatashme. Shiko, për mua, si e shikoj unë, raporti OSBE-Odirit nuk është i parëndësishëm. Çdo të thotë kjo. Por ishte i nxirr në 2023-shin për zgjedhjet lokale. 2021-shin e me radhë. Por kishte një dallim. Raporti OSBE-Odirit nuk është se vërtet solli ato reagimet e duhura që qeveria shqiptare duhet bënte, rekomandimet plotësoheshin. Është mbytur burim, u mbyt nga George Soros. Pra Soros ishte ombrella e Diramës në mënyrë që presionin ndërkombëtar ndaj Shqipërisë, qeverisë shqiptare, për ta çuar përpara procesin zgjedhor, për të ulur ato gabimet apo krimet zgjedhore, nuk ndikoi. Sot nuk është e njëjta situatë. No more Soros. Kurse si nuk është e njëjta situatë, sepse no more Soros nuk është më Soros. Në këtë kontekst më një rëndësi të veçantë monitorimi i zgjedhjeve, dhe unë gjykoj që jo vetëm OSBE-Odiri, por edhe ambasadat e vendeve partnere janë të interesuara për procesin zgjedhor dhe her mas here dërgojnë vëzhgues për situata të caktuara, marrin informacione, bëjnë raportime, çka do të thotë se ka një interes të shtuar për zgjedhjet në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndësishme për ne shqiptarë. Edhe një mosbesim shtuar ndaj qeverisë ndoshta? Ata e dinë se kush është qeveria. Ata e dinë se çfarë bën qeveria. Edhe shqiptarët e dinë se çfarë ka bërë qeveria, se nuk është një qeveri e cila gëzon mbështetjen popullin shqiptar ta tillë që hajde se bëri një gabim dhe t'ja falim. Jo, është një qeveri e cila është sankcionuar si narkoregjim të paktën nga 150 ca parti politike djatha në gjithë botën, nga republikanët në Amerikë, konservatorët britanik, CDU-ja. Tani pse merr rëndësi të veçantë procesi i zgjedhjeve dhe rekomandimet e vëzhgimit që bën OSBE-Odiri? Ka një arsye të thjeshtë. Ju kujtohet që ju tonte pasaportën rama njerëzve, po kush të fut në Europë nëse ti shkel zgjedhjet? Është një standard. Ka një shtyrje të ka një pezullim evropian. E kanë luftuar madje edhe kryeministri që mos fol për negociatat para 11 majit. Kriteri kryesor që vendi të quhet demokratik janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Në qoftë se deri dje Europa ishte një frazë që e përdornin në aspektin ja po hyme, ja po bëhemi gati, po s'ka rëndësi, tani ka një rëndësi të veçantë. Duke parë situatën gjeopolitike, Shqipëria merr një kuptim veçantë për Europën dhe ne duhet bëjmë gjithçka që në këtë situatë marrim maksimumin ton duke bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe sigurisht duke patur rekomandime pozitive dhe jo negative siç ka ndodhur. Kush janë rekomandimet kryesore? Zoti Kikia thotë që janë financimet e partive politike, po. Është rëndësishme dhe shumë e rëndësishme. Por nga ana tjetër, ke përdorimin e burimeve shtetërore që janë ndaluara me kod zgjedhor një sër veprimtarish publike, të cilat mund të ndikojnë tek vullneti i zgjedhësve. Një nga këto është asfalti elektoral. Këto investimet publike në kohë zgjedhjesh për të hedhë hi syve njerëzve, se shiko se ne tani kujdesemi për ju, ashtrojmë rrugicën e shtëpisë, etj, legazimet, heqet nga puna, tenderat, janë një sër veprimtarish që ndalohen apo kryhen. Po, ka disa budallë në punës publik që e lejojnë veten të keq përdoren nga shefat e tyre dhe të sigurojnë që do shkojnë në burg. Dakor. Kikia, ndërkohë nëse shohim veçanërisht zgjedhjet e 2021-shit apo dhe ato të 2019-s ku mazhoranca hyri e vetme në zgjedhje, ku kishte kuvendin